E kisha një çështje që e kisha harruar, më kujtoj, për punën e merkatos peshkut. Ne kemi 2 vjet që kemi bërë merkaton e peshkut, janë harxuar me qindra milion lek nga fondet e taksapagusëve shqiptar, jo vetëm të Vlorës, dhe nuk e kanë hapur akoma. Kjo është Po pse, Obedinaj, se ti je i transparent edhe se kursen, pse se kanë bërë? Po, është hapur, është përfunduar, është inauguruar një 3 herë, dhe nuk është bërë në funksion akoma. Se ku është ngërë që pastaj, këtë nuk e di se ke kuptuar, apo e di dhe s'do t'a thuash? Që të kuptuar, që e kam kuptuar, po le të dalë më mirë publike kur të dalë. Pra, këto janë ato që ne nga stresojnë një për mënyre dhe ajo pika tjetër është transporti urban. Nuk e kam kuptuar, nuk më nëzdëm mëndi akoma, që kur bëjmë ato që thamë pak më lartë, rrisim numrin e turistëve, investojmë në aeroporte, në porte, në infrastruktura hoteliere nga më të ndryshme, një transport urban në qytetin e Vlorës që ka qenë nga ngren për sa vjet mbaj mendur 20 vjet që kam në këtë punë, akoma nuk e rregulluam dot. Në fund të fundit është një investim privat,